Puna në shtet është pasardhitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohtë se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti je kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk ka se do vdesim për bukur. Përshëndetje, pacient të pavionit ton, përshëndetje, po vim me risi, jemi lodhur për të ardhur te juve në këtë lloj forme. Tani jeni dhe juve duke dëgjuar muzikë me mua, edhe mua po më pëlqen edhe shikon si më kapi një lloj spazme nervore për të shpërthyer kështu. Përshëndetje. Ti jemi lloj ritmi. Ti jep ritëm, po. Mirë ka Bego, ti jep ritëm. Ka ritëm. Bravo. Të ndez. Dhe juve dini përsërit shumë shpesh atë ka ritëm se. Ore Bego, që kur ke vajtur ande nga Kanadaja vlla, nuk e di, e bër pak gëzim. Jam bërë shumë i ndër. Pak gëzim ndër. Por jam bërë i tmerrshëm nga goja. Më i tmerrshëm nuk ka ku shkoj. Mori Ivani të tmerrshëm. Ti nuk e kujt ja shkarkosh, s'ke kujt ja shkarkosh, ja shkarkon timonit, ja shkarkon makinës. Ja shkarkon dikujt që nuk zbret nga makina sepse e di që po zbresi i quhet rekord kriminal, kështu që ti mund t'ja shkarkosh pa frikë. Po do të shkarkoj. Dhe të dashur të shkarkofsha nga detyra. Dhe njerëz juve dini që sa herë që na shikoni neve bashk, humori nuk mund të mungojë, edhe pse neve jemi totalisht mërzitur me juve, sepse nuk e se jeni sjell mirë të kohët e fundit kur e mendoj tash. S'ka bërë asnjë burnim, janë të tmerrshëm, nuk ka punojë njerëz. Preferojnë të hedhin lekët kot. Hedhin lekët kot, hedhin aty ku s'duhet. Mos hedhni lekët aty ku s'duhet. Bolli hodhet lekët aty ku s'duhet. Hedhni lekë nëpër dasma, hedhni lekë nëpër lloj budallinshe, bixhoz gjinsh, nuk hedhni lekë në produktet reale, është për të ardhur keq. Por neve Bego çana ndodh. Unë në këtë moment po e heq dozën e humorit. Qa na ndodh neve zakonisht kur neve bëhemi kështu, domethënë bëhemi të indinjuar. Asnjë gjë, jeta vazhdon dhe pa telefon. Por kuptohet jo si në park kur kishim celular. Lale, neve kemi njëri tjetrin. Po juve kë keni? Kë keni juve? Të kemi njëri tjetrin se malli vjet. Gjaja bëhet. Juve na keni neve. Po neve kemi njëri tjetrin. Po juve na keni neve. Kështu që për aq kosa na keni neve. Silloni çik mirë, kot tash, me ju bë kot moral. Silloni çik mirë. Nëse ne jemi buka juaj, hidheni atë kripën, ashtu si ai, si e bën ai. Hidheni pak krip bukës tuaj, që ndoshta nuk është e përditshme, po e përjavshme është. Nuk e ke. Nëse do të ishin pastaj si të përmuajshmet, nuk e di çfarë t'ju them dini lirë. Plago nuk e ke dens apo më shijon kjo muzikë në sfond. Nuk e di për ty, i ka dhënë totalisht ritëm tjetër. Se kot them për shkakun. Ka nevojë, shikoj, një podcast ka nevojë për një muzikë në sfond gjithmonë, po ta vësh re. Tani që e thash unë do na kopjojnë. Ja që do na kopjojnë tani që e thash. Të na shkarkojnë. The missing piece of shit. Të na shkarkojnë atë pjesën e humbur të shitit ta. Na shkarkofshin. Ore, meqense ti e fiksuar te kjo kripa. Që jep te Nusretit te Salt Bay. Po se unë nuk vuaj nga tensioni i lartë akoma, prandaj. Nuk vuaj nga hipertensioni. Je kriposur në çik? I ke kriposur ndaj çikot ti Bego? Me thënë të drejtën, jo aq sa duhet ende, sepse që të shkosh afër kripës këtu,
Domethënë këtu mund të vi kripat e ty nëpërmjet supermarketit, po që të shkosh ti te kripa, duhet të zbresësh një 6 shtator poshtë. 6 shtator për një orë plazh. Në hart. Po. 6 shtator për një. Sepse këtu janë te neve ka liqene shumë, ka lumen, ka liqene. Kurse oqeani është pak larg, ka plazhe, po janë plazhe me ujë të ëmbël, edhe nuk është e njëjta ndjesi sigurisht. Duhet një çik ai jodi i ionit. Ore, duhet një çik. Po një pyetje kot. Po. Ande nga plazhet tuaja. Ka ndonjë kështu në parodi, në sken që ti e shikon dhe qesh me veten ose mallkon veten, po unë ç'dua këtu, a kupton? Se në Shqipëri ti e di shumë mirë që. Po. Ka surpriza plazhet. Po në Shqipëri ti e shikon tjetrin që ti merr shezllonet, ti vendos kështu si ti doj qefi, janë atë 5 familje me njëna tjetrën. Ashtu, e kanë zënë tër vendin aty. Se s'është bërë akoma. Po e kanë zënë tër veten mbaj. Okay. Po kur vin kështu familje që vin grup. Po familje që vin grup. I zën gjitha aty. Po. Pastaj vjen fëmia. Fëmijët bërtasin vlla. Po të ti veten plazh për t'u qetësuar. Bërtasin. Në thelb, apo. Ai të vjen të luan aty. Ta bojnë me çekiç. Ande nga Kanadaja, kanë gjë kështu. Ka, në përgjithësi janë këto fëmijët e emigrantëve që u lërasin, se vendasit nuk e di pse po i kanë bërë kështu sikur ju heqin bateritë kalamojve. kanë me telekomandë. Shut up. Fikët mia. Shut the fuck up you little piece of shit. Fikët. Kalamojt fikën. Ama po që janë kështu Ballkanas, mesdetar në përgjithësi, domethënë ose nga këto vendet arabe, nga Maroku, nga Algjeria, nga Tunizia, nga këto, aty pastaj është gaze hare, domethënë. Aty për shembull edhe krokodili, po këtu s'ka krokodila, po llafi që bie, dhe nëse do kishte krokodila do trembeshin, domethënë nga alegria e fëmijëve. Që është gjë e mirë. Mua për shembull nuk është se nuk më stresojnë mua kalamajt kur bëjnë zhurmë, po ty nga që je si beqari stazhonuar, e ke parasysh ti ngritesh edhe me rrobat e trupit në një. Beqari stazhonuar. Po kur do martohesh? Po amër beko kur pra, kur? Kur do t'i shtosh pak krip jetës tënde? Po vlla, unë nuk po kriposem dot ti thuaj ti shtoj krip. Seriozisht e ke di? Nëse kena provu akoma mjaltin, o beko. E ke ngrëm mjaltin ti vlla, e kripa tash. Nuk e shkuar as, unë jam te 3 grushta. I kanë 2 gisht mjalt. Po. Shit vlla. Se po na dëgjojnë? Po nuk e di asnjëherë. Shiko. Ti, domethënë, nuk të shqetësojnë fëmijët faktikisht. Mua e vetëm gjë që më shqetëson mua është pikërisht ajo që kur futem për të larë për shkak ndonjëherë, leqës më bëhet ndonjëherë të lajm, me thënë drejtën shumë në për këto këtu, se s'ka mungon kripa. Kjo është domethënë, edhe ka një gjë, ajo kripa ndoshta çliron në një tip jodi, domethënë çliron në një solucion ajo kripa që të relakson ty mendërisht, që të rriti çik dopaminën, nuk e di çfarë të bën ajo serotonina dhe këto. Nuk po flasim si shkencëtar tash, po të rritet ajo gjendje emocionale e humorit. Ke një lloj relaksi kështu, kurse këtu pastaj është shikoj. Kemi vajtur ka vende të lezetshme, po kur do të bësh plazh duhet ikësh që këtu duhet shkosh në Amerikën e Jugut. Ose në për ato Karajibet ato kështu, që nuk është se janë shumë larg gjithsesi. Kemi vajtur në jug të dy, në jug të Shqipërisë. Kemi hapur një çadër. Po. Në rreshtën e parë ti harroje që do kapësh dot në një çadër aty, se në radhë parë nuk ka çadra, ka vetëm nga ato gazebot, janë ato kasollet me dru edhe me çarçaf të bardhë që kushtojnë vetëm me atë dy shekon. Kushtojnë vetëm 150 euro bego. Vetëm 150 euro dita kushtojnë, a kupton? Kushton më shtrind gazeboja se sa dhoma. Në thelba, kupton? Vetëm se vetëm se janë rresht parë. Dhe aty shikon disa fytyra valla. Ore kushton porta. Aty shikon disa fytyra. Sikoj. Po. Cili është mendimi i parë që do të vinte ty në mendje? Mendimi i parë që më vjen mua në mendje, po ti e ke parë kur ata shtrihet ato dy shekët. Po, e kuptoj. Po e di çfarë më vjen, më vjen ajo që, domethënë, ky robi po paguan çik më shtrenjtë se unë
për të shtrirë te dysheku ku dje është shtrirë dikush tjetër, pardje dikush tjetër, domethënë aty ka një konglomerat kripe dhe djerse që Domethënë nuk e di domethënë. po të kisha mundësinë që Po bëjmë çik të këqinj, po. Po të kisha mundësinë që të kthehesha në një milingon edhe të veja të flisja me ato bakteret atje, do zbuloja o bego që sëmundja më fisnike që mund të merre nga i dyshek është salmonela. Kupton? Më fisnike. Salmonela mirë, po kush e di sa sëmundje seksualisht transmetueshme mund të marrësh pa dashje aty. Nuk e di. Të ndahesh nga gruaja madje, sepse mund të akuzohesh për tradhti pa që nevoja që ti domosdoshmërisht ta kryesh. Po, nuk që tradhti kur e bën me mendje thotë. Jo, nga mikrobet, po. Mund të përfundosh si mustaqet aty, ke parasysh si ai, nuk e di ta kam treguar atë me motorristin? Ja. Me morrin, takohen dy morra në rrugë. Ja. Takohen dy morra në rrugë dhe njëri po kollitej shumë, kupton, tjetri ishte mashallah, kështu, ishte topolak i mbushur me mirëqenie. Edhe i thotë ky, i thotë si e kështu, jam shumë mirë, i thotë jam jashtëzakonisht mirë, domethënë kam rënë, i thotë në një kështu te një gocë aty, i thotë që po kënaqem domethënë, ka për të ngrënë, ka çdo gjë është mashallah. E thotë po ti pse e bër koske lëkure kështu, po unë thotë unë lëre se ka gjetë belaja, kam përfunduar te mustaqet e një motorristi, thotë më ka gjetur të merr me sy, po di domethënë gjithmonë i ftohur, sa i ecën shpejt nga këto. Edhe u ndajnë këta, takohen mas një muaj, thot ky, prapi thot ky te mustaqet e motorristit. Jo më burr thot ndoqa këshillën tënde, thot gjeta dhe unë, thot një gocë mashallah, aty u kënaqa kështu, po shkonte mirë, bukurie e Zotit. Do t'i thot një ditë bukur zgjojmë në mëngjes, e gjeta vetëm prapë te mustaqet e motorristit. Edhe çështja e mikrobeve kështu është, mos i futa mustaqet. Mendon që jeni i gjenën tënde, po vjen futurit një motorist edhe ja kush përbëhet gjithçka që ti ke ndërruar. Ti bego ku i fut mustaqet kështu zakonisht? Nëse motoristi, unë mbaj për jashtë, njerë, po. Po unë i kre, nuk i lë morra të rriten. Ore, qa forme ka morri? Letë mos flasim për mustaqet e mia. Del për realiteta, letë mos flasim për mustaqet e mia. Shiko, unë do doja t'i kisha mustaqet me krip, me thënë drejtën në këto moment. Qa? Po, nuk e më pëlqen kripa. Ka nevojë. Ore, e ke vënë ti për shembull kripa në përgjithësi që përdore si terminologji thon kripa. Kjo është një gjë me domethënë humor me krip për shembull ose buk me krip. Po kupton që si thosh kjo buka do dhe çik krip ose mos e domethënë mos e moho kripën te buka jote. Nga këto shprehje, ti pra çka ka populli që thot përgjithësi domethënë bukë kripe dhe zemër të bardh. E kupton? Kështu që kripa është domosdoshme përgjithësi për njerëzit. Edhe për ata që vojnë nga hipertensioni, është domosdoshme krip. Po pse na u bëre kaq serioz? Pse na u bëre kaq serioz tash? U bëra romantik, domethënë, sepse në këtë moment domethënë, jo. Do të ke pasur më kujtua një herë që morri kaloi te mustaqet e mia në plazh. Ore, ndoshta ke pasur në rinin tënde të hershme ke pas ndonjë partnere të quajtur kripa. Sa interesante do ishte po të kishe sheqere, po. Ishte një që e quajnë kripa. Kripa, po. Jo, se kam kushurim me atë emër, kështu që mos e ngatro me ëmbëlsira. Po, shiko, kripa, domethënë, varet se ti mund të kesh pasur dikë për shkakun që ka qenë si krip, domethënë me lezet. Po mund të ketë qenë dhe shëllira ajo. Po nëse shëllira është të kripura janë të dyja. Jo, të kripura janë të dyja, po kur ne përdorim termin shëllir, do të themi shëllir është si një gjë që mbani çikera zmërç për djathi, po. Kurse kur thu krip është më e pastër, është më pjur, më kristalin. Ka lezet tjetër kur një gjë me krip. Me krip, po. Tash llogaritë sa bërzolla shet ai në Dubai, Allah vetëm duke ja bërë kështu kripës. Kripës ja dhjepsha rrazë. S'është si gjë kripës. Po
Koncepti, ti po flise për atë morrin që ishte te sjetlla asaj vajzës, a kupton? Që ishte jo tamam te sjetlla, po. Pa rëndësi ka, te sjetlla i themin, Te sjetlla i themin. Okej, zbrit e garazhit, Ishte rritur. Ndërkohë domethënë vlla që ishte edhe ky tjetri te mustaqet e motoristit. Tashi njerëzit shkojnë te ky Nusreti vlla. Te Nusreti shkojnë sepse kripa prek si mori vlla leshët te parakraut. Agenti do të në i korelacion midis leshit edhe kripës? Po shiko, për shumë ky Nusreti, ky është motoristi tamam. Gjithë të tjerët janë morrat e garazhit. Vënçe. Po se normalisht, domethënë ai korelacion, domethënë ajo nuk e di, domethënë ndoshta e ruan kripën për shumë leshi. Ndoshta. Unë si jam shembulli më adapt, domethënë për këtë, se po ta vësh re. Kemi bulte, nuk e heq kur trikon nga në plazh. Bluzën plazh, a kupton se sa po heq bluzën e parë fup del bluza sintetike. E të mërshme është ta mendosh për shembull, si ja bën. Ore, po shikoj, nëse tani kanë dalë metoda kështu me lazer. Bluza e veti se është pullover. Ajo është pullover thos, më fal. Pas ka pullover. Nuk e ke golf domethënë. Nuk e ke golf. Apo kemi jak V. Jo, se ka deri këtu. Deri këtu kena pas i shok tjetër. Ai ishte keq fare. Ja krumbullake model kines. Ai ishte keq fare. Domethënë edhe i vlla është keq fare. Edhe në Kuriz, Arush vlla. E të mërshme. Po jo se, shiko, me moshën, për shembull, vjen një farë moshe dhe shtohet leshi në trup edhe fillon bie nga koka, po. Tashi ty ku të rralluar vlla? Ty ku të rralluar? Në kokë besoj. Tashi më pse e kaq kurioz për detajet e mia? Nuk e shkuar në plazh si vjet. Pikërisht pra Bego, nuk kam shkuar në plazh Bego. Apo do të mësosh se si mund të tërheqësh morra nëpër mustaqet e tua. Tashi, ajo teoria e motoristit nuk ishte e keqe. Problemi është domethënë se ku ishte në çka garazh ishte morri. Domethënë pse ke futur mustaqet e garazhit? Mos e fut mjetin në vend e pa vend. Po si ka mundsi oti? Mos e fut mjetin në vend e pa vend, ka një thjesht. Mos i fut turin në vend e pa vend, që thon. Po Bego. Nëse gjella me kripa me karar. Si ka mundsi vlla? Si ka mundsi që i shikon hap Instagramin, hap Facebookun, i hap gjitha. Po. Edhe ti shikon sikur la vita loka. Të gjithë njerëzit hareshëm, të gëzuar në breg të detit me krudo, me foto të bukura, ndriçimi, qetësia. Dhe nga ana tjetër ti kur vetë atje vlla ti shikon të gjithë njerëzit janë të zymt. Biles ka nga ata njerëz që zgjedhin plazhin se aty është i klub i bukur që do bëhet fest madhe. E kuptoj. Po shiko. Si të në përgjithësi, unë e di çfarë lexoj në këto foto, dhe unë në këto foto më tepër lexoj një lloj palumturie se sa një lloj shijimi për jetën. Kanë harruar njerëzit të shijojnë për vete më burr. Kanë harruar të shijojnë për vete, më shumë i shijojnë kur të tjerët i shikojnë. Sesa të shijojnë diçka. Unë për shembull, e di çfarë më ndodh mua realisht, e them pak kështu. Unë kur s'kam çfarë bëj në plazh, e zëm në një moment caktuar mund të bëj në një budalli kështu për Instagram, në një video, në një batut, në një gjë. Shumicën e kohës nuk më bie në mendje që të postoj gjë kur jam në plazh. Madje shumica e fotove që postoj kur jam me pushime, i postoj masi jam kthyer edhe jam në atë rutinën e jetës përditshme. Po, edhe jam futur punës. Po në momentin për shembull që jam, në atë moment nuk e postoj asnjëherë një gjë në kohë reale. Jo për arsye të sigurie, më shumë se sa për këtë lloj gjëje, që nuk e kohë, pse? E ke parasysh ti rri dhe shikon detin, pse duhet shikosh ekranin e celularit. Këto që postojnë në kohë reale, pastaj varet si e kanë hallin. Dikush mund të jetë thjesht i palumtur, dikush thjesht do të bëjë ekzibicion, dikush tjetër kërkon klientel, dikush i jep të ditur dikujt që shiko se unë jam këtu. Ka shumë arsye, domethënë që njerëzit postojnë dhe rrin, po
është mirë që më tepër ta shijosh atë momente, madje ti zhdukësh këto teknologjitë sa më shumë që të mundesh. Ose e di për çfarë përdorun për shembull kur jam në shezlong celularin, vë kufjet, edhe ose vë në një audiobooks, ose vë në një muzikë. Po? Ke parasysh për të më futur në një gjendje, domethënë kur vë audiobooksin e vë për të dëgjuar, ke parasysh më shijon të dëgjoj për shembull një libër ose nuk ka rëndësi një dëgjon diçka. Diçka që të jep diçka, për që të fut në një gjendje apo që për të marrë një informacion apo një çik dije më shumë apo për shliruar pak fantazinë. Kurse për kaq që përdor. Në shumicën e kohës për shembull kufjet në çadër i kam vetëm për këtë punë. Po kufjet e vendos atë që të jetë vetëm audio, sepse nuk dua ta shoh. Kurse nuk dua të shoh një emision për shembull në celular apo një dokumentar apo një gjë. Domethënë një gjë vizuale. Dua thjesht një gjë audio. Ose vë një muzikë që më zhyt për shembull në kam qef këto klasiket ose këto gjëra që fusin në një gjendje, kurrësysh ti shikon detin, truri jot shlodhet, është relaks, ti për çfarë shkon? Ti shkon për të relaksuar. Nuk shkon për tu stresuar. As për treguar sa të bukur e ke rrobat e banjës apo që shikojeni që kam bë palestër edhe e kam rregulluar muskujt e barkut. Pse është kthyer plazhi nga vend relaksi, ku ti shkputesh nga përditshmëria dhe krijon ato rutinën e pushimeve, që është parazitizëm ekstrem i vazhdueshëm për të 24 orë në ditë për të gjitha ditët. Për shembull, pushimet e mia janë sloboda vlla. Unë kur vete për pushtime jam sloboda. Praktikisht nuk zihem fare. Po nuk zihem fare, edhe me çunat që shkojmë që bëjmë. Me këtë zihesh? Po të zihesh sepse vlla, ja të tregoj historira. Po. Vjet. Më jep çik më shumë detaje. Vjet në Stohimara. Po. Të tërë kushurin bashk. Ne jemi fiçunash, 14 veta. Për pos 5 vetave. Probabiliteti i sherrit është më i madh. Jo, për pos 5 vetave. Jo sherr. Nuk binim dakord vlla. Sepse njëri me huqe, tjetri me huqe. Po. Unë nuk e ha këtë. Jo, po unë do vete të ha atë atje. Jo, po s'kemi ardhur për të ngrënë këtë. Jo, po kemi ardhur për të vajtur atje. Domethënë, më shumë harxhonim kohë për të vendosur se do ta bënim plazhin në shpellën e Plumbave, se sa të kishim vajtur direkt te shpella Plumbave. U vëndun 3 orë ku do vemi. Është problemi i grupeve të mëdha ky gjithmonë, Gjithmonë është problemi i grupeve të mëdha. Unë kam udhëtuar shpesh me grupe të mëdha me pushime. Dhe ajo që ndodh është kur ti udhëton në grup të madh, ti duhet biesh dakord në mënyrë unanime që ne po ikim për pushime. Nuk po ikim për tu stresuar. Sepse në grup gjithmonë do të jetë dikush që ka tendencën për shembull që të vendosë orare. Të tipit atëherë nesër zgjimi në orën 7, do shkojmë këtu, do shkojmë atje, do bëjmë këtë, do bëjmë. E ke parasysh planifikojnë. S'ka asnjë gjë të keqe, Është lloj natyra e njeriu. Unë e them që ditën e parë për shembull që e kam zënë mend tash që them e di se është puna, ne do ikim për pushime, po ikim për pushime. Unë do fle kur të dua unë dhe do zgjojmë kur dua unë. Por ashtu kur kemi planifikuar në një gjë, po themi grup që ku diun do merret, po themi një skafe dhe do shkosh diku apo do marrësh gamiljet dhe do dalësh në shkretir. Domethënë për jashtë këto gjëra të organizuara në grup. Pjesa tjetër, më lër të ha, të pi, të rri ku, si dhe qysh të dua vetë. Po desha të flej gjumë, do flej gjumë, po desha të luaj me letra, do luaj letra. Po nuk ra grupi dakord në këtë gjë në mënyrë unanime, gjithmonë do bëhet si ajo dasma që është gjithmonë njëri që grindet. Ke parasysh që si pëlqen diçka. Unë mbaj mend timat kur ishim të vegjël. Vetëm pushime nuk ishim vlla. Kur e mendoja, kupton? Vetëm pushime. Shërbim ushtarak. Çau që në orën 6 se do shkojmë në plazh. Do shkojmë në plazh. Sa aty është rrezet e mira. Në kohën e vërtet, është edhe ajo pjesa domethënë. Në kohën e gjimnazit dihet që janë më të mira. Në kohën e gjimnazit pastaj filloi ajo, po se ti duhet çoje se në kohën tonë se neve se brezi jon, jo po X-i, jo po leva. Sot e kësaj dite jemi të gjithë të qetë. Unë sa herë çohem që shkoj me familjen, jam vetëm shtëpi vlla.
domethënë mund të ata vinë për të grënë drekën kur unë çohem për t'ikur në plazh. Kanë dalë të gjithë që pak dhirë qend. Dhe e di ç'është më e bukur, pse është transformuar për unë personalisht valla. Kur ikim plazh, nuk më intereson shezlloni. Më mjafton lokali ngjitur me plazhin. Sepse atje mund të rrit të lexoj një libër, të lexoj një gazetë sporti, të marr tabletin ose laptopin të punoj, marr atë kafe në ujin e mëngjesit apo të drekës apo të darkës, varet se kur çohem kur e kam mëngjesin, ose në një birr. Ne kuptoj. Futu në plazh, kriposu, laje. Morrat edhe hajde prap. Kurse kjo është botë vonte, është tjetër është vetëm shezlloni, edhe plazhin e kanë 8 me 4. Po shiko, me moshën kam përshtypjen, fillojnë të rriten një çik edhe përgjegjësitë, domethënë që të përgjegjësia ndaj vetes. Ke parasysh bëhesh një çik më i kujdesshëm. Sepse po themi nëse sa ishe i vogël kujdeseshin prindrit, pastaj rritesh ke të moshën e rinisë edhe ke qefin e qefeve, ke parasysh të allakatesh, më shumë më e rëndësishme është jeta e natës për një të ri se sa është jeta e ditës. Jetën e ditës gjysma e kalon duke fjetë shezlong, gjysma tjetër futesh kritesh nga ndonjëherë dali alkooli i natën përpara. Domethënë janë këto. Tek të vjetrit është krijuar tashmë ai sistemi, po kanë hallin jo po në një tension i mundshëm që mund shkaktohet po themi nga rrezet e forta të diellit, jo po në një djegje, jo diçka të dhem këtu, diçka të dhem atje, me ushqimin do jesh çik më i kujdesshëm. Plus pastaj mos harro që duke krahasuar me brezën e prindërve tan, ata gjithmonë kanë qenë më të kujdesshëm, domethënë sepse i kanë dashur t'i bëjnë gjithmonë gjërat me llogari, t'i përllogarisin të gjitha, sepse rrogën e merrnin çdo 15 ditë. Ushqimet shumicën, sidomos në brezin e fëmijërisë time për shembull, filluan tollonat. Ke parasysh që ushqimet ishin me kaq sasi ke, po themi një pako gjallë për javë apo 2 javë, domethënë. 2 shishe vaj, 3 pako makarona, çfarë si ka. Në këtë sens kanë qenë gjithmonë më të tjetra ishte pastaj kur shkonin në plazh, më fal, po përjashto ata që jetonin po themi në Durrës, në Shëngjin apo në Vlorë, apo në Velipoj. Pjesa tjetër do duhet merrin autobusin për shkuar në. Pse ne fjerakët kemi pas plazh. Po pra Semanin, po mos merr autobusin ti nuk shkoje dot. Ti ishe 18 kilometra Semanin. 18 kilometra. Domethënë unë mbaj mend kur kam qenë i vogël për shembull, mbaj mend brezin e dajës tim të kushërimëve të mi më të mëdhenj për shembull, iknin me bicikleta. Po. Me bicikleta niseshin nga Fieri dhe shkonin në Seman. Mirë po, me bicikletë 18 kilometra, është 1 orë e ca rrugë, 2 orë, nuk e di sa mund të shkonte, kupton? Dhe përjashto këto që ishin, madje mbaj mend një herë për shembull që më kanë marrë dhe mua me bicikleta dhe mbaj mend që kaloja domethënë nga shpatullat e njërit te shpatullat e tjetrit, si cirku Alixhixa. Domethënë nga shpatullat e dajës, ke shpatullat e shokut dajës, pastaj shok tjetër dhe unë që nuk i jepja bicikletën sigurisht sepse isha shumë i vogël, prandaj mbanin domethënë kështu kalipeçi që thonë. Mbaj mend në një moment që muskujt e këmbëve të mia u bën sigur. Domethënë nuk i ndjeja më këmbët. A kupton sepse ti je fëmijë lodhesh, sido gjë tjetër edhe nuk është se mund të jesh, nuk je në komoditet në një makinë, je një fëmijë që po rri mbi supet e dikujt tjetër, një të rriturit, që po jep bicikletës. Në një rrugë që ka qenë rruga Semanit, ka qenë domethënë me 2 kalime, nga një kursi po shumë e ngushtë. Domethënë kur shkëmbeshin 2 makina, një pal goma dilnin tek pjesa e çakut. Ajo akoma është bastarde si rruga, kupton? Plus pastaj mos harroj një gjë, kanë qenë kampet e pionerëve, kampet e rinis, që organizonin shkollat atëherë. Në çdo shkollë kishte një 15 ditë. E mbaj mend sepse unë shkoja me shkollën që punonte mamaja ime, për shembull, isha 15 ditë në 15 ditë që ishte niseshin në mëngjes, që me tamam që pa dhirë qend, do të thënë që në orën 6, që të ishin atje në orën 6:30-7. Kanë qenë ca kapanone mbaj mend, me krevate kështu marinar, që bëj dhe gjumi drekës. Kanë qenë këto haj mëngjesi, haj dreka, haj pastaj edhe një lloj zemre, po themi mbas ditës. Dhe pastaj nga ora 6-7 niseshin prap me këto autobuza dhe ktheheshin në destinacion. Po llogaritë kjo bëhej e përditshme për 15 ditë. Dhe atëre plazhi po prap ishte, domethënë ngriheshin të gjithë, tani do lajni.
kishte 3-4 larje në ditë, se si maj mend e mirë tash, duhet me pyet maman më konkretisht për këto, po zyshat, po themi kujdestare, që kujdeseshin për fëmijët, bënin një lloj rrethimi në breg, që ti të shkoje deri aty ku të ceknin këmbët, e ke parasysh, nuk të linin që të shkoje më thellë, sepse s'mund të rrezikoje mbytjet. Dhe Semani ka qenë në një plazh i cili nuk është se ka pas pak raste mbytjesh. Po. Se ishte avanconte deti aty, dhe mbaj mend ka pas zona që nuk të lejonin të laheshe. Është deti hapur. Sepse kishin përfunduar tunelet e ushtrisë dhe bunkeret, ishin përfunduar tashmë në ujë, dhe ato krijonin si vakume, si gropa thithse prej dallëve. Po. Ka pas njerëz që janë mbytur. Po. Kështu që çdo gjë ka qenë me orar, pra ka qenë organizuar. Nuk është si sot, që ti edhe po u nisë gjysore mbrapa punë e madhe, ikën me makinën tënde. A kupton? Nuk e ke. Unë kur kam qenë student, mbaj mend neve na pëlqente shumë të shkonim gjithmonë në jug. Na kishte ngela i vesi që shkojmë Dërmi, shkojmë në Mar, shkojmë në Qeparon, gjithë bregun e jugut. Mirë po, për shkuar në Dërmi, për shembull, në atë kohë mund të merrje furgon aty për shkuar nga Tirana në Vlorë. Po pastaj ke ujë ftohtë, duhet merrje autobusin e Himarës, që do të zbriste ke rruga nacionale dhe ti pastaj do bëje atë zbritje në këmbë me ngarkuar me çanta, me çadra që shkoshim në atë kohë. Kështu ka qenë, edhe kjo ishte diku e organizuar, por se për shkak të transportit publik. Po. Sot është ndryshe. Sot ti hikën organizohesh, edhe po s'pati ti makinë, po themi është grupi, shoqënia, bëhen 4 veta, hipin makinë dhe do të thonë është totalisht ndryshe. Po. Kjo është kam përshtypjen e pjesa e ushtarakizmit, se gjërat me orar. Po tani ç'a ka ndryshuar tani që është bërë fenomen. Pra, neve themi që në kohën e mparshme një specifik ka qenë të gjithë grupet, pra kishte një organizim quasi ushtarak. Po tani ç'a ka? Ç'a është një fenomen që i përmbledh gjithë plazhistët? Po, shiko, duhet ndarën çik edhe kategoritë, domethënë, se kemi, po themi, rinin ajo shtresa që thjesht do të bjerë në sy. Kemi pjesën e emigracionit që vjen për pushime, po dhe këtu prapë dhe kjo ndahet me shtresa, sepse është shtresa e tyre që ato legët që bëjnë duan t'i lënë të gjitha brenda muajit në verë, duke u hapur një çik me makinat shtrenjta luksoze me qera, apo kujdion me shfrenime me gjon. Ke njerëzit që vinë që janë emigrant, po themi emigrantët e thjeshtë, domethënë që shkojnë për pushime, takojnë njerëzit, organizojnë dhe ca ditë plazh. Ke pastaj njerëzit që jetojnë aty, po prapë njëjta gjë domethënë. Ke kategori të ndryshme ka specifika të ndryshme, është vështirë ti përcaktosh. Ndryshe është një plazh, po themi kur shkon në këto plazhet më familjare, më të organizuara, ndryshe është po themi jugu që ka atë trendin e vet, pak mistik, ndoshta edhe vet deti, për shkak detit jonë është ai kristalizimi i ujit, ajo substanca që çliron deti jonë krijon një lloj relaksi, jeta e natës ndoshta çik më e zhvilluar, rinia pak më shumë, e ke parasysh, janë pak më, le të themi, mos kokçarës. Po pra, po ç'a do ndahen stresizimi. Ç'a ka diçka për shkakun, mua më acaron vlla, më acaron overcrowded, e mbi popullimi, Pse janë plazhe të vogla. Më jep shumë stres. Ta thot shpendi. Janë plazhe të vogla. Me sinqeritet shumë të madh. Pra, unë nuk e duroj dot portalitetin vlla. E kam fobi fare. Po mund të quhem edhe pordiofobik. Se ti je mirë me këto neologjizmat. Ti shpik. Pra ti nuk je një sportioseksual, je një sportiologjik. Jam një sportiologjik, po. Sportioseksual, sportiologjik. Po se kur dëgjoj këto shprehje. Na. Sapio, doli ka qenë një periudhë e bombarduan këtë sapio, po. Sportio janë të gjithë sapio leshën. Dhe shikoj që ke një lloj energjie negative, plago. Pra njerëzit janë të stresuar. Sa ajo pra, janë të palumtur. Janë të stresuar, vlla. Domethënë si mund të vesh ti të stresohesh në plazh? Si mund të stresohesh mund të bërsh? Plazhi im i preferuar në gjithë Shqipërinë është Borçi. Është dashuri, nuk e di pse më pëlqen ai shumë. Ndoshta është edhe është i bukur është.
edhe me faktin që Është më familjar. po, nga që kemi bërë Është më shumë shpejt familjar. që në 99-ën pushime me familjen atje, e kemi bërë rresht. Po. Është ajo që 6 vjeç ti je mësuar, mbaj mend në borxh, po ta mbash mend 99-2000-shin, në fund fare të borxhit Po. te linja e plazhit ka qenë ai autobusi si skelet. Ka qenë një autobus skeleti të thyer me çadra, me atje neve lunin, neve fëmijët e vegjël, mas ditë tani shkonim mblidheshim me gjithë fëmijët e fshatit. Lunim atje në autobus, sigur ngjet autobusin dhe më ka ngelur fiksim ajo lloj pamje. Tani ti nuk e kënaqësi vlla. Për shembull, Po shiko, për sa kohë që njerëzit, njeriu, individi, po flasim si individ, për sa kohë që ti e ke mendjen që po të shikojnë tjerët, çfarë do thonë tjerët, si po të shikojnë tjerët, si duhet t'i tregohesh ti të tjerëve, sigurisht që ti nuk shijon asnjë gjë. Do të thonë, unë mbaj mend shpesh për shembull, ka pas në një rast edhe ndalonte ndonjëherë në njëri dhe pyeste çka ke, je mirë. Lodhesha e zëm boja në xhiro kur në këto lëvizjet e mia vetëm, me motor. Tek pull, je ti relax me trurin tat. Kështu momente që u lodhesh, s'du t'i japë motorit edhe kam pas momente që shtriesha, unë flem mbi motor me dash. Domethënë kur është ndaluar. Po. A kupton, vë xhupin e mbështjellësi elastike, vë ke pjesa timonit, domethënë shtri këmbët, ke pjesën e shalës edhe dhe flekshu në pozicion do thush ti si nuk bie, kupton? Ajo është një lloj dremitje se ti nuk është se bën gjumë të thellë që të rrotullohesh apo kërkon të mbulohesh, kupton? Ajo është thjesht një lloj relaksi kështu. Edhe i bënte një herë përshtypje njerëzve ç'a bë ky. Kishte edhe që ndalon e miri. Kam pas pastaj më shikon, kush qeka. Kam pas një shokun e babait, ai ndoshta vonte nga kjo sëmundja e gjumit. Ai një moment vlla donte gjumë. E kam parasysh për çfarë po thua. Po, e di. Ai buçi donte i vinte gjumi. Hap kraun në xhep, komët në timon, se dilja në fund gjumë. Qa po pret moj teta? Po. Ja të qohet xhaxhi. Mes rrugës. Ja se të qohet tash, ja kupton. Ja e ka këtë, e dokte një orëshën. E dokte një orëshën. Po është më mirë ta bësh atë se sa ti japësh mjetit duke zgurdulluar syt në timon. Po këto është më e sigurt për ty dhe për të tjerët. Po këto çadra që vendosin peshirat vlla. Ke për të që bëjnë vetëm me peshira, mbledhin peshirat e vet. Ose këta janë edhe ca tipa që janë një koqir. Duan të pastrojnë. Po harrojnë që rëra, pluri vjen gjitur me ty, kupton? E jep këtu ai. Po, e shkon, ta shkon surrat. Qa mendimi keni Bego për to? Cili është mendimi i parë që të vjen ty për këta ekspertët e plazhit? Këta një koqirër. Këta janë tamam për tu një kosur. Jo, sepse sa do ta tregojnë veten pastërtoj sy të tjerëve, i bi që thjesht po bezdisin sa të tjerë, domethënë për çfarë bëjnë. Domethënë të shkundësh një peshqir për shkak me rër, kur je i rrethuar nga plazhistë të tjerë, ti e bën për çfarë e bën? E bën domethënë ose e bën në mënyrë të pavetdijshme, ose e bën për ta acaruar njerëzit. Po, shiko, duhet kuptosh një gjë, nëse nuk të pëlqen ti je shumë i rrethuar, ti ke njerëzit ngjitur, duhet të gjëmosh. Tamam, duhet të gjëmosh, mirë atë. Duhet të gjëmosh, të kërkosh plazhe që janë pak më të izoluar, pak më të, si thosh, ku nuk para ka shumë njerëz. A kupton? Duhet të kërkosh këto plazhe. Se po shkove tek vendet e populluara pa diskutim, domethënë o do pranosh të jesh pjesë e atij komunitetit aty, ose pastaj thjesht do mërzitesh më shumë. Se do mërzitesh nga këto detaje, shikon. Ky është problemi këtu, se këtu dhe po gjetet në një gjë të virgjër. Këtu del toke zanon. To tjetër, ku i ke hyrë shtëpi? Po vlla, po është natyra ndoshta. Është e gjithëve, kemi paguar. Po s'pati një gjë të shënuar aty që është pronë private. Vlla, seriozisht e ke? Deri s'është pronë private në Shqipëri. Seriozisht e ke? Lul Basha. S'ka tabel. Vjeri Lul Bashës e futi pallatin në det. I shkoi 3 milion euro, 4 milion euro i kishte shkuar gjithë financimin. E mbaj mend atë rast, po.
Ja prishi sultani. E dëm shpërbleu aq keq. E dëm shpërbleu aq keq sa mori 15 milionë euro nga 5 milionë euro që ishin investuar. Po, çfarë vojti pas ka shkaktuar? Po është, më thënë se mreti këtë ka të keqe o Bego. Kur të godet pa të godet. Të vret, të rre me lek. Të rre me lek valla, me miliona të rre. E futi ndërtesën dete. Pra i doli detit pronari. E mbaj mend. Edhe këtu, dalim Barinj, thotë është toka ime kjo. Jen tokë time. Pa. Ma kupton? Tani ti ke vajt për pushime vlla, nuk ke vajt për të rrafur me tjetrin. Ndërkohë ti je mrena dy luftrave. Po. Je luftën me ignorancën, pra me pronarët e detit. Po. Dhe një luftë tjetër që ty do të pëlqej shumë është krijim që e gjeta tash. Lufta e hijeve. E di që është lufta e hijes? E di, po. Kur është një gjë i vogël edhe diku aty ka ca pemë që bën një lloj hije, kush ta zëri i parë. Kjo ndodh zakonisht në plazhet e virgjëve. Po, shikoj, e di si është puna, se ndonjëherë, domethënë ne kemi këtë problemin sepse aq është bregu shqiptar, me thënë drejtën. Nuk është se është një bregdet shumë i madh. Është i bukur, po nuk është shumë i madh. Edhe sidomos tash edhe me numrin e turistëve që shtohen, domethënë që është bërë si një nga bizneset kryesore turizmi. Edhe këto lloj problematikë është dikesh gjithmonë, po. Unë mbaj mend për shembull këtej ka shumë liçene. Edhe kur dalin një herë, ose dalim me motor ose kështu, mundohem që të gjej një vend ku të më nxjerrit te bregu i liçenit. Të besohet që ka shumë liçene të cilave unë i vi vërdall dhe nuk ka asnjë hyrje për te bregu i liçenit sepse të gjitha janë prona private. Edhe kanë mes atyre pemëve ka shtëpia kështu. Janë të gjitha private. Do ai nuk të lë të futesh ty aty. Edhe si përfundim për çfarë përdoret ai rezervuari? Si përfundim janë vetëm këta. Këta që kanë shtëpinë aty ke bregu. Ti maksimumat liçenin mund ta shikosh nga një hapësirë publike, në disa raste mund të ketë plazhe që quhen plazhe publike, tek të cilat ti paguan prapë, për të hyrë, për të parkuar e kështu paguan. Nuk para ke shumë plazhe që s'paguan, domethënë plazhe liçenore, Pa. Dhe paguan për të shkuar te ato plazhe, por vetëm aty mund shkosh ose në disa ku ka lokale, po themi me atë si terras që hyn në ujë. Si mol. Domethënë që mund si mall, ke nga këto hapësirat kështu. Por edhe në këto plazhet publike, këtë për shembull nuk e kam kuptuar unë. Domethënë shteti ka gjetur një formë ndoshta që ja jep plazhin në patronazh hoteleve që kanë përballë ose kështu. Po. Kështu funksionon Shqipëria, po. Dhe ata merren me mirëmbajtjen e me kështu dhe ato pastaj vendosin dhe rregullat e tyre, sepse në fund të ditës ai për çfarë e ka marr? Pse ja merr shteti dhe i paguan Qiran, ja merr pikërisht për këtë arsye, që të nxjerrin një lek vet. Sa i se merr për t'i bërë nder shtetit, se kush është ai budall që do më i bën nder shtetit. Kur shteti është ai që ty të përdoron me taksa, ti do t'i bësh nder. Të mbahet mend shko logjika. Të mbahet mend ai në Qeparo që i hipi atyre turistëve spanjoll. Që i vall sipër. Kujt nuk i hap peshkun ti tha. Kujt nuk i hap peshkun? Ora do të rish peshku e helmuar. Kujt nuk i hap peshkun? Kë i shan peshkun ti. Kujt i shan peshkun? Këta pastaj janë idiot, këta duhen spastruar. Me këta duhet merret qeveria, duhet i spastruar direkt. Qeveria, kush është metoda jote e sjelljes? Qeveria i lë nuk e meriton këtë plazhin këtu do. Qeveria i lë këta pacientët të lirë vetëm sepse janë lehtësisht të menaxhueshëm. Më beso. Po sepse ti nuk ke një shtet aq të fortë për shembull që të gjithë plazhet publike ti marrin në vet administrim, që do të thotë që mund të vendosi tarifa normale, a kupton? Tarifa shumë më të ulta se sa një privat, dhe të thotë që kjo hapësira këtu dhe këto shezlonget dhe këto çadrat janë pronë e shtetit. Po. Dhe ky legu që qarkulloj këtu do futet direkt në arkat e shtetit, do paguhen këta punojësit që e mirëmbajnë këtë vendin këtu. Dhe këta nuk janë pronarë, janë thjesht të punësuar. Atyre punojësve i kërkohet llogari, domethënë kështu në mënyrë strikte që pse është kjo kanaqja për shkakun e mbuluar nga rëra këtu, pse është ajo letra e patatinës atje. Pra ka mirëmbajtje. A kupton, merren ca traktorë të vegjël që çdo natë e sheshojnë vendin, e bëjnë rërën si të re. A kupton, ka zgjidhje sa duash por. Po këta i bien shkurt. Këta thonë, ja japim privatit, ne edhe ndërkohë që nëse ai privati punson
dy njerëz po themi të cilëve ju bie bretku për të marrë ato lekë nëpër shezlonge për të bredhur sa një cep në tjetrin. Shteti mund punësonte 6 veta. Po. Me ca rroga. Po. Do fitonte më shumë nga që jep ai robi që ja ka marrë në përdorim plazhin. E kuptojmë për shembull që këto sidomos po themi hotelet e mëdha, në cilat në një farë mënyrë janë pak a shumë si mini resorte të vogla. Sigurisht që ka nevojë për atë hapësirën përpara. Dhe ai e menaxhon me qef atë pjesë, sepse është pjesë e turizmit. Dhe ai paguan duke pas të ardhurat më të larta, sigurisht që paguan më shumë në shtet. Po jo çdo terren duhet privatizohet. Jo çdo plazh mund privatizohet të jepet dikujt që merret në përdorim tatin. Sidomos pastaj kur shikon sjellje të shumtuara nga pronarët karshi turistëve. Se ka para ca ditësh po shikoja një video, domethënë. Një nga këto videot e shumta që qarkullon, që ishte një figurë për cilin kam pasi lloj respekti sepse ka qenë figurë mediatike kështu tu kap me turistët, domethënë, duke bërë si pronar i plazhit dhe ai. Po. Domethënë janë nuk e di, mungon kultura e komunikimit ke neve. Neve jemi akoma të paftë të komunikojmë me njerëz. Domethënë ne jemi të paftë që t'i buzëqeshim njëri tjetrit. Dhe këtë unë e shikoj si një nga defektet më të mëdha që kanë turizëm. Pse kanë frikë njerëz të buzëqeshin njëri tjetrit, domethënë? Buzëqeshin mora ti tjetrit që është ke çadra tjetër. Edhe sikur ai ta shkundja të peshqirin, mjafton një buzëqeshje që ai ta kuptoj që po e bën gabim dhe ti je i bindur që ai thotë m'fal. Nuk kupton? Se jo të gjithë janë derra, por. Jo të gjithë janë derra, ne e shikojmë njëri tjetrin si derr. Po s'pa hamendja. O shpend, ne e shikojmë njëri tjetrin si derr, por. Domethënë ky derri, kupton? Ne jemi para gjykus, ne s'do të jemi para gjykus. Është njësoj si të shikosh një me mjekër dhe thosh ky është terrorist. Jo, valla, gjithë me mjekra jemi. Gjithë terroristë pjet jemi. Po a kupton? Ky me varse floriri. Ky është se zbon është merret me drogë. Jo, valla, se ka dhe njerëz të cilët janë thjesht ekzibicionist. Njofun njerëz të cilët ty s'të shkon në mendje, ti mendon që ky do të jetë i fortë i lagjes. Ai përkundrazi, ai mund të jetë një mekanik që rregullon makina, që bën lek me djersën e ballit dhe nuk i ka hyrë kurrë as i punë të pisët, ama ka dashur në jetën e vet që ta ketë një varse floriri në qafën kur. Po. Të trash. A kupton dhe ja ka lejuar luksin vetes apo ja ka bler grujave kalamojt për 40-50 vjetor, çon si ka dhe ka vënë atë varsen. Jo domosdoshmërisht një që ka varse është kriminal. Ose një adoleshent, po themi që ku diun merr modelin e një këngëtari dhe shkon dhe vën një varse fake floriri. Që s'është flori, po. I ngjan asaj, ka qejf të bëj show off. Jo domosdoshmërisht gangster, kupton? Tunë xhbir. Tunë xhbir. Po bre. Ne jemi para gjykus, ne i shikojmë gjithë si derra, nuk janë gjithë derra. Po mirë. Më ka ndodhur shpesh, shikon të vrentur ti jepi buzëqeshja ai tak them buzëqeshën mbrapa. Po këto modelet e plazhit, për shembull. Këto që vijnë cilat? Me rroba plazhe. Këto që kur t'i gjejnë fosile do gjenden vetëm silikoni dhe mullaqet edhe buzët. Modelet e plazhit për shembull që ke ardhur në plazh, ke shtrir flokët me pjastër, ke hedhur 2 kg make-up dhe ke ardhur me çizme. Po. Me çizme. Shiko, make-upi është për të mos ti gjykojmë, make-upi është për të mbajtur mushkonjat larg. Okej. Sepse shkon mushkonja dhe ja bën kështu, nuk s'kam çat pickoj. Nuk dua të bëj duart pis. Po çfarë mendimi ke? Po që po ekzibicionizëm i kot është i tepruar është për mua. S'ke nevojë për shumë sa. Tash i goca dihet që kanë qef, domethënë nuk ka asnjë gjë të keqe, që kanë qef të mbahen, domethënë të veshin një gjë më shumë, po edhe mund të ndrojnë rrobat e banjës 2-3 herë. Domethënë se nuk kam ndonjë gjë më se po. E di çan vjen mendje? Neve çunat vlla. Kur vemi për plazh, të datohet mua vetëm një çantë crown duhet. Më duhen për aq ditë sa do rri. Për aq ditë sa do rri, më duhen bokse për për pastërtinë tënde, a kupton që po mirë, sigurisht është higjen, po normal. Higjiena. 2 bluza, ja maksimumi. E kuptoj, shkove një javë, janë 7 pal brek, me emra ditësh madje. Bravo, Wednesday. Dhe po, kuptoj. 2-3 bluza,
çorape, një pal atletet dhe shapkat. Që do të thënë, ose i ke shapkat në çantë dhe atletet veshura, se je rrugës, ose shapkat veshur dhe atletet në çantë, por zakonisht unë jam shofer i qetë dhe nuk e riskoj veten shumë vlla të hipi makinës me shapka. Se njëherë bëhet është e bezdishme me thonë. Jo, njëherë bëhet e keqe. Bllokohet shapkat e freksioni, bëhet fatale. Po, është e vërtetë. Vish atletet dhe ja u bëj thirrje të gjithëve juve, shoferave të rinj që sapo keni marrë patentën, mos ju duket vetja pilotat fort esni me mos i hipni makinës me shapka. Mos i hipni makinës me shapka se një herë ndodhe keqa. Mbase ti nuk do ta kuptosh. Nuk do ta kuptosh që vdes vlla, po nëna jote s'ka pse të çaj kot. Kështu që kujdes se kena parë gjithë ato aksidente rrugëve. Po, minimalisht domethënë të kesh parasysh veten tënde. Imagjino pastaj që rreth teje ka edhe njerëz tjerë familjar e gjitha me radhë. Po këta ekspertët e rërës, ka ndodhur ndonjëherë ekspert rërë valla? Të njohësh ekspert rërë? I vetmi të cilit unë i besoj është Sazan Guri. Jo, ka seriozisht. Më pëlqen ai sepse ai duke qenë gjeolog edhe i njeh mirë produktet e domethënë e tokës. Thoshë e vlerëson rërën. Madje nga ai e ka marrë vesh këtë pjesën dhe ka shumë të drejtë ai për këtë pjesë, për pjesën e bregut të jonit. Për atë që çliron, që avullon joni, që krijon këtë ndjesinë e mirë në gjendjen shpirtërore të njeriu, në sistemin nervor të njeriu. Është e vërtetë ajo, nuk është se e ka thënë vetëm ai. Ai më bëri kurioz, unë e gërmova dhe pash ishte e vërtetë. Se ndonjëherë marrim kështu nga që është si funny guy ai dhe nuk e marrim njëri shumë seriozisht. Por në profesionin e vet njerëzit duhen marrë seriozisht. Po është për shembull është mirë. Si për shembull nëse flasim, ti mund mos më marrësh mua seriozisht, por kur të flas për regjin duhet më marrësh seriozisht. Po të fola për politik, ndoshta mund të kesh dyshimet e tua, e kupton? Në këtë sens e kam që në këtë pjesë mua më pëlqen, është figurë simpatike. Për mua më shumë duhet kishte nga këta se sa nga ata që na thosin. Sazani përpiqet që t'japi pozitivitet vlla dhe përpiqet që t'japi. Po, është pozitiv, kjo është. Dhe përpiqet që t'japi qoftë edhe një iluzion, po iluzion të bukur për këto çështjet e shqiptarisë. Po. Sepse tani, shikoj, sigurisht. Gabimi këtyre karaktereve që ndodh rëndom. Se ikëm nga rëra. Po, dolëm në rërë. Po nuk kam në perka. Po gabimi këtyre personave që t'i japim dum Sazanit është ngatrohen me shumë disiplina. Njëkohësisht, nuk mund ngatrohesh me shumë disiplina njëkohësisht. Tani, a e ke njohur një herë kështu nga këta ekspertët e rërës? Për shembull kam njohur unë një herë një nga Shëngjini. Po. Çam thoshte? Ani, rana jon është më e mirë se e Durrësit. Merrte një grusht të rërë dhe ma shpjegonte. Edhe unë isha me atë këpratysh në atë momentin që të kanë ngritur zysha në mësim dhe ti ai është duke folur, duke shpjeguar dhe ti je vetëm po. Po, absolutisht po. Domethënë kam njohur lloj-lloj prerjesh vëlla në plazh. Me terrorën, po shikoj. Më mirë. Domethënë edhe kur kuptova që ka racizëm ndër qytetas. Edhe ke rëra. Edhe te rëra, domethënë është fundi botës vëlla. Është fundi botës. Shikoj. Un për shkak. Ja, është e vërtetë kjo. Kjo është e pritshme, domethënë kudo që të shkosh, gjithmonë vendasi e shikon qytetin e vet si atë më elitar. Domethënë që ka gjërat më të mira. Është normal. Po si ka mundësi më nuk u shkputën në herë shqiptarët. Nuk e kemi vetëm ne shqiptarët. Se kemi vetëm ne shqiptarët. Edhe këtu ta kam treguar një herë me atë komshiun tim që i thashun ti e këtu nga Quebeku, tha, jo, ta jam nga Quebeku, unë jam nga Spezien, nga një krain tjetër që është po prapë Quebekut, po thjesht është më lart. Është si ti thuash për shembull dikujt që ti je shqiptar, jo si jam shqiptar, unë jam ku diun Shkodrana apo Gjirokastrit. Po pra, pjesë shqiptarja, të pyeta domosdoshmë nga çfarë qyteti je. Në këtë sens them që të gjithë e kanë këtë. Çdo popull ka të krejë, për shembull, një parizien do t'i dukej kështu, po ti thoshe Nanteza ti për shembull.
Ai do thoshte ja, jam nga Nanta, unë je suis de Paris, je viens de Paris. Je viens de la Paris. Domethënë këto janë mos e të kuptueshme këto. Nuk e di domethënë në periudhën time mbaj mend unë se firakët gjithmonë shkonin në Vlorë për plazh me tren. Po. Kemi pasur atë qefin edhe madje ka qenë pjesa e Gironit e Onufrit. Ka qenë tipike e mbushur edhe sot kësaj dite ka shumë firak që vazhdojnë shkojnë atje me sa kam vërë unë, me aq sa kam lëvizur. Se unë për shembull dhe kam racion, sa herë që vin në Shqipëri e dua që të shkoj ta kaloj bregun andej matan ujit ftohtë. Më pëlqen domethënë, aty për mua aty fillon. Aty është Riviera. Jam i dashur me Jonin. Edhe unë. Po pra, ajo domethënë ai lloj deti mua më të qetëson vlla. Më jep një lloj relaksi, më jep një lloj kënaqësie. Është terapeutik. Është terapeutik komplet. Domethënë unë në një farë mënyrë jam edhe çik vlonjat, edhe pse nuk kam origjinë nga Vlora, sepse kam investuar aty në Vlorë. Çka ke investuar? Së bashku me gruan. Kemi një apartament edhe ne aty. Prej vitesh tashmë, ka shumë vite. Do të kapi ile të KPI-a o Maçok. Do të kapi. Jo, s'ka sa kapi, kam deklaruar. Po çfarë apartamenti? Apartamenti i gruas është më. I kam vënë emër të gruas më gjë. Se është i gruas. Ja, po shiko. Ore, po ne punuam në për ato ditë, por disa i linë lekët vende pa, ne investonim, ato që fitonin. Po jo, për te shakave, domethënë unë e dashuroj pjesën e jo se s'më pëlqen pjesa këtej sipër, po në përgjithësi unë kam dhe një eksperiencë të keqe faktikisht me plazhin e Durrësit. Pse? Të Golemit tamam. Pse? Sepse kur kemi qenë student në vit të parë, në vit të dytë, shkonim me grupin e kursit. Kursi i regjisë që ishim ne në atë kohë. Domethënë ato sa ishim ne 8 veta ishim gjithsej domethënë. Ishim si të shtëpis me njëri tjetrin, ne kemi parasysh shumë të afërt. Edhe shkonim në Durrës. Shkonim në Golem, mbaj mend atëherë kishte deti me çik me dallg. Edhe më vjen në një moment në turi një si mas kështu si mas gomoze. Që më mbrapa e kuptuam që ishte kandil. Po. Dhe mua më zuri komplet ajo placenta e kandilit në fytyrë. Po ajo nuk të djeg. Ajo jo të djeg, ajo të përvlon. Domethënë ajo të bën ty si petull. Ato tentakulat të djegin. Jo ajo. Nuk e di domethënë se çfarë unë s'pata kohë as ta kuptoj se çfarë ishte, sepse duke notuar më vjen dallga, më përplaset në fytyrë. Dhe faktikisht nuk më përplas dallga, më përplas kandilja, nuk e çon më përplas, po më bë fytyra domethënë shumë keq. Dhe llogaritë tash po flasim për vitin 98-99, domethënë ishte Golemi, ishte akoma aty mbaj mend unë ishte një barrake, ishte një barrake si lokal, domethënë me një burr që matat lokalin aty. Me një tualetë që rastësisht nga këto me një depozit uji sipër, s'kishte as ujë, nuk kishte asnjë gjë. Dhe ky është një problem vetë sepse dal i llaftarisë, domethënë nuk hapja dot syt. Këto grupi që mundoshin e rrezikshëm me ndihmu këto shokët e kursit, shokët e kursit. Edhe mbaj mend që ai që kishte këtë barakën, të si biçim lokalit vogël, u mundua i shkreti depozita ujit ishte pothuajse e mbaruar, s'kishte as ujë të ëmbël, domethënë për të shplarur, u shplami çik kështu dhe thotë ai do të bërtha me ujë me sheqer. Dhe marrin përziu ujë me sheqer, domethënë me kompresa, ajo sikur më relaksoi që arrita të paktën të hapja syt, domethënë. Ajo pastaj u zhduk brenda asaj dite, mirë po unë që atëherë nuk u lava më në Durrës, përveç se kur duhet, nëse do duhet xhiroj diçka, po them. Edhe madje dhe kur vi në Durrës që takoj disa miq të mit, nuk është se shkojmë në plazhet e Durrësit aty, po shkojmë te sipër më në veri nga Currilat e Tutit, që është një çik më kështu. Edhe që nga ajo kohë, plazhet e Rërës përgjithësi në Shqipëri më krijuan këtë lloj ideje. Më pëlqen përgjithësi plazhi me gur. Pra më pëlqen bregu i Jonit edhe poshtë. Ajo më jep një lloj kënaqësie kështu. Të njëjtën fobi që ke krijuar ti, e kam krijuar unë nga plazhet e Nord. Po.
Ke vërësisht kur vini këto në ndecet në Durrës të vitën e në ndecet. Që fillon dhe noti si i çmendur, dhe pa pritur gjendesh e para një ndecet tjetër. Ishte banjo publike, atë krijonte atë lloj ideje në atë kohë. Aq i pisët ishte deti ndote nga njerëzit, saqë se sot e ke parasysh ka ndryshuar situata, nuk shkon më njeri, po themi të kryej të lëshoj në ndece në ndot, nuk e di domethënë. Ndot. Ose shansi që s'ka ndodhur mua shëgjyr Zotit. Kemi rastin domethënë që shumë fisnik, për shkakun ky është rast shumë fisnik për njerëzve që e kanë qef botën nënujore dhe ndërtimin e nëndecave, kështu që shkojnë investojnë shqiptarët e kanë pasur gjithmonë qef. E qartë. Investojnë. Hale publike pra, hajde po shkarkohemi. Mua më ka ndodhur e njëjta gjë si puna jote, po në Seman. Kur ishim të vegjël, në Seman neve bënim edhe stërvite me futbollin. Pra, futbollin në rër të raskapit, të kalit. Shumë. Kemi luajtur shumë, është vërtet. Shkonim me grupe shokësh, grupe shkolle, me trajnera më të tash. Po ti e ke parasysh si bëhesh në plazh o bego, sidomos kur luan futboll që je në rër kështu, ku rriz në gjitha anët me rër, do vesh të futesh në plazh për dushin. Tegjesh atë, po. Se ç'a quhen këto kërmi, deti, a një peshat, jo i riq, kërmill ose si kërmill. Kërmill është butak. Kërmilli që është me atë. Po që ta kap këmbën kështu vlla. Edhe ka një biçim thumbi. Plako. Kam qarë këmbën, e ndjeva atë masën viskoze atë, ke përsi si oktapodi, është fiksi oktapodi vlla, po ka një thumb. A është i pesh ky që rri vetëm në Adriatik, është helmus të tampin këmbën, a kupton? Që pas ati momenti, Shpend Gashi, sot është 32 vjeç, nuk veten as si plazh rënor, pa atlete nga ato të plazhit që të futesh. Pa i veshur ato njërë nuk ka shanse. Sepse nga momentin në moment thëm që aty të rëra që është poshtë, do më ndalin në i gjë nga poshtë edhe e kam fobi vlla. E kam fobi, e kam të merë. Mua më ka ndodhur në plazhin e vjetër, plazhi i vjetër i Florës. Po, aty te skela. Që thoshin plazhi i vjetër kanë qenë që kaloi skela që kabinat kanë pasur atëherë, kapi punëtorëve, s'ka qenë. Edhe mbaj mend kam qenë me një nga tezet madje atje. Edhe mirë po atje ishte ke parasysh bregu parë, bregu dytë, bregu tretë, se ishte shumë cektësirë në fillim, domethënë ishte goxha 200-300 metra aty duhet ecje, domethënë nuk as gjunjët nuk të lageshin. Edhe luanim aty me tope, me të kapura kështu dhe ai mend një moment shkel mbi një nga këto kërmillat e detit. Mirë pa i ka atë si pjesë kështu si të gjatë, parasysh si kërmilli i tokës. Po ka atë pjesë si të gjatë. Ajo më ka hyrë në këmbë kaq pa egzagerim, domethënë në maj gishti poshtë këmbës, unë mes. Same fucking shit. Dhe mbaj mend domethënë që pastaj një nga tezet e tjera, sepse unë vazhdoj edhe kur mbyll plaka, vazhdoj kisha dhimbje. Po, se kuptonim. Të paralizon asaj shkoi në mendje tha. Jo, asaj shkoi në mendje tha, me siguri ka ngecur diçka në brenda në një copë, nuk kanë dalë. Mishi huaj. Dhe faktikisht ajo ishte thyer brenda këmbës dhe kishte ndetur brenda në trup. Dhe mbaj mend që e ka mbajtur me një gjysmë domate me sheqer. Po. Të lidhur gjithë natën. Dhe ajo domate për aciditetit e rrudhos këmbën. Ndërkohë bën efektin që e nxjerr trupin e huaj jashtë. Dhe e kemi nxjerr atë me pincet nga këto që kanë qenë piskatorët. E nxorëm, ishte gjithaj trupi huaj në këmbë, prandaj mua më jepte atë lloj dhimbje. Domethënë një tjetër eksperiencë nga plazhet ranore. Që duhet të bëj kujdes kur futesh në për këto, sepse ka shumë nga këto kërmit, guaska dhe këto që mund të... Një nga arsyet e tjera pse unë nuk e preferoj plazhin në rënor, vlla, është ushqimi. Pse? Buk djatë domate. Jo, vlla. Apo do saltanete. Jo, nuk më kuptove. Të bie në borsh. Po çfarë ushqimi? Të bie në borsh salciça apo speci që ti ke marrë me vete.
E merr brenda ati 5 sekondë të parë që s'kan vajtur akoma mikrobet dhe e vendos prapë në pjatë me një të larë me ujë. Kurse në plazh rënor vlla po të ra, nuk ka shanse ta pastrojë njëri më kripën. Atë rërën. Po. E vërtet është, bëhesh e laq. Bëhesh e laq fare, nuk ha dot frynera, të vjen futet aty te uji, te gjonat. Është guri është më i pastër. Kripa hyn nga do. Kripa rëra hyn nga do vlla, me grimca të vogla. Është një nga arsyet që unë nuk e dua të fare. Kur shikoj këto filmat për shkak që kanë skena romantike në breg të detit që një çift bën dashuri në breg të detit në një plazh me rër, domethënë është o nëne çfarë super mashtrimi. Sepse rëra është masakër. Kështu që O Bego, kam një pyetje për ty vlla. Para se ta mbyllim. Kam një pyetje të fundit. Po, çu kënaqem duke pirë limonad. Më thuaj. Po ty të lumë limonada me gjëra. Ore Bego, çfarë do më sjellësh nga Kanada? Kam nevojë për elektrolite. Çfarë do më sjellësh nga Kanada? Çka kanë të mat. Ore Bego, po kshu i flitet. Dashkeni ju. Nevi bërt na sillni ju. Unë do të jap një kartë vizitë të avokatit Goxha. Po thuaj, çka ke nevojë? Më thua shumë mirë. Për çka kam nevojë? Për disa dollaro. Për çka kam nevojë? Dollar. Nuk të dëgjova, se s'ka një problem me audio. Fol edhe një herë, fol. E di ç'a dua. Ha. Na gjeni një gjë të bukur, na gjeni një gjë të bukur për podcastin, në një gjë relike të lezetshme që mund ta vendosim. Për ta vendosur aty, po. Po. Relike. Mund të vi unë të më varësh në mur, se thonë që është shumë i vjetër. O Bego, do këtë t-shirtin anti-social. Po bëj çat, e di se është probleme vëlla, ne shqiptarët i lëm në dorë tjetri dhuratat, a kupton? Jepi bëj çat. Po, edhe unë atë them. Ti do diçka vizuale, domethënë. Po të bëj një pyetje që është e fundit si pyetje, e do flasim, sepse unë e shoh që ti je veshur për motor. Edhe do dalë në fakt do tipi motorit tash do zhduket diku do kriposesh dhe ti Bego. Sigur. Po do marr krip me vete. Do lajm edhe me krip si Nusreti. Në qofse deti do kishte një faqe Instagrami dhe do postonte rubrikën Ask Me a Question. Cila do ishte pyetja më e përdorur nga plazhistët? Nga plazhistët nga plazhistët përgjithësi thua ti? Po, nga plazhistët, po. Që do pyesnin deti për shembull. Po shiko, në përgjithësi njerëzit kurioz do pyesnin ku ka një plazh të ri për të eksploruar, e ke parasysh? Kush është plazhi më i mirë do e pyesnin deti. Po. Deti pastaj do të linte sin, sigurisht. Po ti ç'do ta pyesë ti? Unë do ta pyesja detin pse do ta pyes detin unë? Kush jam mund të pyes detin? Po tash ta bona pyetje. Do doja, e di. Unë do t'i thosha detit në një moment për shembull, kush është vendi më i veçantë në cilin ti mund të hapesh që unë të vi dhe të shikoj çfarë fsheti aty brenda. Se ka shumë sekrete deti. Sa romantike e bën. Ka vende të pa eksploruar deti. Je bërë shumë romantike po. Do të filloj të shqetësosh. Ska gjë më mrekulli. Shqetëso. Call 911. O vlla, kisha ndaj gjë me detin. E di çfarë nga deti tjera. E di çfarë do t'i bëja unë pyetje? Po, çfarë ta pyesim? O det, ku e ke banjën? O det, ku e ke banjën? Shiko, po të kisha qenë çik më i ri për shkakun në rinin time do t'i thosha detit. A ja heq dot recipetat asaj bjondes atje. Edhe çfarë do thoshte deti? Vazhdo mirë. Po deti ishte i fuste një dallgë dhe do ta qonte të kryer, do thoshte që unë i ri më po zgëzoj tash kur do gëzoj. Ti po thua kur ti ishte më i ri. Kur ishe ti më i ri. Po pra, po tisha shumë më i ri, në adoleshencë. Kur thua, në adoleshencë.
Në 16 vjeç, 17 vjeç. Se, po, atëre po themi në moshën në moshën që qa fluturon hajt. Kur u rrite, Se këtë mosh, kur u rrite u qetësove. kur u rrita pasaj. Kur u rrita kuptova që edhe ajo kishte të drejtat e saj. Jo, kur u rrita kuptova që isha martuar shumë shpejt. Të zun hallit i vogël e gjitha. Jo, atëherë në këtë moshë tani i thua kush është libri yt i preferuar detit. E di çam kam thënë Bego. Femrat sot po vdesin për njerëzit për meshkujt që din me fol për libra. Është kthyer në tërheqje seksuale libra dashësit. Ja. Për atë zot Ja, po. mos e gënjej. Për atë zot po. Ja. Femra, unë kam gjurë atë që të rriqen gjithmonë nga djemë të këqinj, po s'ka imagjino tani, një shkoj. rrugas biblioteke për shumë. Tu ishe interesante, plako. Do ishe shumë interesante. Shiko, në këtë flegmatizmin tim ka diçka interesante edhe të unë. Shikoj, ty nuk të ka humbur komplet interesantizmi, kur e mendon. Me plakjen, mund të keni ku shumë gjëra. Ja, për kundës. Por ky flegmatizmi vendose. Po bëj reklam vetë se do shkoj në plazh. Më dëgjua, do shkoj në plazh. Bego, kur do na vish në Shqipëri i dashur? Që të kriposemi? Akoma nuk e kam vendosur. Po do vish të vit, Nuk e kam vendosur, po pres. Besoj që po kjo do varet shumë edhe nga një projekt. Do varet shumë nga një projekt. Po, do varet shumë nga një projekt. Po bëj projekti, domethënë po gjetëm fondet tamam për atë projektin. Do vi. Po që se nuk janë gjetur, ka shumë mundësi ndoshta mund ta shtyp për më vonë. Do më thënë, nuk e kem plan 100% me ardh këtë vit. 100% jo, nuk e kam akoma në plan. Qa po bën të vështirin tash? Ç'është kjo heshtje varri? Po qa po bën interesante në kod? Jo, po them që financoni të ky projekti që një rrugë të punë. Qa le keni? Të mbajmë bacon! Financoni. Të sjellim Jo të bacon mbani këtu. mua, po të vi, jo të vi që dhe kur ti ikit, ju kem lënë një gjë të bukur. Domethënë keni çfarë shikoni për vitri. Mos thani pisliqe gjithkohës. Do t'i bëjmë gjitha bego, avash. Ja e kështu. Plako. Se më pyesin shpesh valla, është shumë e bukur. Pyesin me, keni një projekt, do vish do pushtë një projekt në kështu. Them, po pra, po duhen lekët. Ha pra, atë thuaj ti, po lekët, ku janë lekët? Pra lekët. Atë thoj me Po korbët. s'pati lekë, s'do bëhet projekt, me çfarë bëhet projekti me? E zot. Me këtë pjesën këtu që mbuloj. Unë e kam projektin edhe këtu, është edhe i bërë, është i gatshëm. Thjesht hudhuni. Për kompanitë është shumë interesante, për bizneset është interesant. Shpresoj shumë që Le të na kontaktojnë në privat kujt i intereson. po. Kontaktoni Begon në privat për juve të gjithëve që ju intereson që Bego të vazhdoj me projektin dhe ta kemi këtu. Është një projekt që neve kemi folur, që kërkon shumë financime deri në 70.000 euro. Për shumë kënd 70.000 euro mbase nuk janë shumë, por më besoni që 70.000 euro në një biznes si ky joni janë tema se shumë, sepse mund të bësh gjëra të bukura. Jo, ky projekti që them unë është 150, ky i Shqipërisë. 70 është ky këtej Amerikës Veriut. 150, domethënë pas ka ardhur dita Bego që son njerëz Shqipëria më është tretë se Amerika. Jo. Ky i Shqipërisë është film, është film artistik, kurse ky tjetri pasaj është reality, ky i Amerikës. Po, shiko, se duket si shumë, po kur flasim për shifra, ki parasysh se sa shumë njerëz angazhohen në këtë punë. Nuk është se i merr Gendi këto apo producenti tjetër dhe i fut në xhep to lekë dhe ka ndodhur në Shqipëri në të kaluarën që i merr lekë producenti dhe fshihin në Amerikë. Akoma në kërkim është. Bego mund të bëjmë diçka sepse kam vendosur kontakte me një mikun ton, Sokol Pepkol, ai nuk e di ai njeh apo jo.
është producent. Kolin e njoh më, e kam takuar Kolin. E kam takuar për një shoku tim Tan Malajt, po. Po, edhe Koli bjond me flok pak të gjata, po. Me ballin pak të lartë. Po e njoh Kolin. Koli më ka thënë në privat, më ka thënë gash, të gjitha njohjet e mia çfarë mund të kesh mund të ndihmoj me ndonjë gjë. Dhe pse jo vlla? Po ti e bëre publike, mos e bëj publike. S'ka gjë fare, s'mintereson fare. As m'intereson. Unë publike e kam, vetëm jetën private e kam private vlla. Çfarë do lloj gjë tjetër është publike se s'kam çfarë fshet. Jo them të kjo pjesa e sponsorëve është një çik, domethënë duhet me qenë pak i rezervuar se ke parasysh unë jam çik supersticioz, kur hapen shumë gjërat nuk më bëhen asnjëherë. Domethënë është mirë të shkoj deri te finalizimi. Kur del produkti atëherë. Bego, ka një gjë pozitive mosha jote e vjetër në raport me mua. Po. Që ca gjëra ti kam mësuar jeta vlla dhe mund të më japësh dhe mua. Ke parasysh ca vende që ti e djegur vet mund të mos digje mua. Po unë i hedh, pastaj ti merr çfarë duhet tjera ti dhe po ti tash ti mos dihet se ti se po ti se ke vetëm ti nuk ke 10 pacientë, një pacient ke mua, çka ke? Ti jo vetëm hidhet. Kjo do duhet, kjo s'do duhet. Po do shtohen rrugës. Po s'do duhet, kjo s'do duhet. Kripa, shtoni krip në gjë. E mor pacient, juve jeni duke u kriposur e duke lar trupin dhe mendjen. Neve të dy jemi në kondicioner, njëri në Kanada, tjetri në Amerikë, duke folur për plazhin, duke mbajtur kujtime për plazhin. Ja takse vetes më duket. Dhe nuk e dim a do bëjmë plazh të vit apo s'do bëjmë plazh se Bego ja takse vetes, thuaj çfarë duash. Bego nuk dihet a do vi, as do vi, dhe unë nuk e di a do bëj, as do bëj pushime, sepse ja takse vetes. Neve na duhet të punojmë. Ja takse vetes, se ta njëri në Kanada the, e tjetri në Amerikë. Thash në Amerikë? Po. Shikon të foli subkonscienca. Amin la, amin. Amanera hajde në Amerikë na tërheqësh dhe ne që këtu nga ky vend komunist i poshtër. Po vallai një plan e kam për nga shtatori do hedh vizën amerikane Bego. 10 vjeçare është lecuar shumë. Mund ta marr, pse se merr. Merr ta kesh edhe. Po, edhe kam qef ta bëj një trip të vi njërë në Amerikë, të veriu ta shikoj. Pse jo? Se është shumë gjë e bukur. Është shumë gjë e bukur dhe Amerikë dhe Kanada mund të vish në të dyja. Po. Nuk është se vuajmë për vende, nuk është se flem Steve, se cili ka dhomën e vet. Me qefin më të madh do vija te ty vlla. Ti e di këtë pjesën. Të vish edhe gjithmonë mirë pritur. Mos ta bëj kështu tani të çajm loti kaçube këtu. A kupton? Kështu që të dashur miq, ndjekës podcastit, mos harroni na bëni subscribe në Trup Podcast nga Shpend Gashi dhe Gent Beko në YouTube. Të dy na bëni subscribe se keni falas dhe më besoni që përpiqemi shumë që t'ju japim gjëra cilësore, që të merrni mesazhet më të mira duke goditur me sarkazmën ton, me hajgaret tona, me qoftë edhe me atë lirimin në herë të gojës, po nuk e bëjmë në zhargon të ndyrë bastard, e ngrem në një formë tjetër që nuk kuptohet se për çfarë fjale e kemi, por prap nuk e themi me gojen tonë sepse në fund ditës duhet ruajtur një lloj etike. Edhe pse nuk jemi televizion, sepse na shikojnë fëmijë, na shikojnë të rinjë gjitha me radhë. Por ajo çka doja të thosha dhe pse ishte qëllimi i këtij podcasti sot për plazhin e përgjitha, është shijojeni sepse vetëm një herë vini me këtë lloj koscience në këtë lloj jete dhe plazhi dhe pushimet janë për të shijuar dhe për të krijuar kujtime të bukura. Lejeni kutinë e zezë të pakën për ato 7 ditë që shkoni për t'u larë. Lëreni për ditët e zymta të dimrit. Lejeni për ditët e zymta të dimrit, kushtojeni kohë sa më shumë njerëzve që u rrethojnë dhe buzëqeshni edhe të panjohurve, sepse nga e buzëqeshura nuk është shkrepur asnjëherë arma. Deri herën tjetër, mos harroni. Na ndiqni mua dhe Gent Bekon në Trus Gallata, sepse sot jemi të vegjël, nesër do jemi shumë të mëdhenj, për këtë ju zotojmë unë personalisht. Mos harroni, na duani, sepse po na deshet juve, na rritet numri këmbës.
Ne nuk jemi elitar, por ne ju hedhim litarin. Ju e kapni.